Oborri i shkollës nënvjeçare Azem Hajdari në qytetin e Shkodrës është përfshirë një rekonstruksioni të plot me një investim të Bashkisë Shkodër në kuadër të sistemimit të oborreve të shkollave që kishin problematik të mbartur prej vitesh nga sistemi i munguar i kanalizimeve. Ndërmarrja e objekteve arsimore e ka nisur gjatë ditës së sotme punën në këtë objekt. Për drejtoreshën e shkollës nënvjeçare Azem Hajdari, kjo ndërhyrje ka qenë e nevojshme dhe shumë e kërkuar, jo vetëm nga stafi mësimor, por edhe komuniteti i prindërve drejtuar Bashkisë Shkodër dhe Këshillit Bashkiak. Këto punime do të ndikojnë shumë, pasi një pjesë të konsiderueshme të ditës nxënësit tonë kalojnë në obor. Dhe në periudha pas shiut, sigurisht qëndrimi në obor gjatë pushimit të mall apo gjatë orës edukimit fizik ka qenë i pamundur. Kërkesat tona kanë qenë të vazhdueshme si nga drejtoria dhe stafi i shkollës, po ashtu edhe nga komuniteti dhe nga bordi i prindërve. Kërkesat janë drejtuar si bashkisë ashtu edhe Këshillit Bashkiak nëpër mbledhjet e vazhdueshme që ato kanë realizuar me popullin. Dhe më në fund kërkesat tona po bëhen realitet dhe po bëhet sistemimi i oborrit të shkollës. Janë disa oborre shkollash të cilat janë përfshirë në rekonstruksion me qëllim përmirësimin e infrastrukturës për nxënësit dhe mësuesit që frekuentojnë këto godina arsimore. Këto ndërhyrje janë pjesë e një pakete të plotë investimeve që vijnë nga Bashkia Shkodër për t'i shërbyer nxënësve të shkollave të qytetit të Shkodrës.